as për nga por raportet nuk e thënë këtë që po e deklaron ju. Do të thonë në bazë të raporteve edhe rritja ekonomike, por edhe në përgjithësi, do të thonë treguesit e tregojnë që Kosova ka pasur përparim gjatë këtyre viteve. Natyrisht, jo, nuk thash për përparim, po fola për standardin që është, sepse ato vendet tjera ndryshe kanë qenë, ka vendet cilat nuk e kanë përjetuar luftën që e ka përjetuar Kosova. Kjo është e vërtet, por nëse flasim për krizat së paku, krizat e fundit me cilat jemi përballur, qoftë ajo nga pandemia, qoftë ajo nga lufta e fundit, do me thonë edhe ndikimet sidomos në sektorin e energjisë, po flas për luftën në Ukrainë që ka ndikuar gjithë ekonominë botërore, por edhe zhvillimet e fundit në raport me zhvillimet në gjeopolitike, natyrisht se kanë prerë edhe vendet tona të rajonit. Edhe nëse flasim për këtë, krahasimet duhet të bëhen në këtë kontekst. Sigurisht se ne nuk mund të pretendojmë që jemi pra me të njëjtat shifra ekonomike apo me të njëjtin zhvillim si shtetet të cilat kanë shekuj e më shumë të formimit të tyre si shtete, por kur krahasohemi me situatën në të cilën kemi qenë dhe kur krahasohemi në përballimin e sfidave të përbashkëta si shtete, ne besojmë që qëndrojmë dukshëm më mirë se sa vendet tjera. Ndërkohë që, pra në kuadër të kompetencave të veta, politika që i ka ndërmarrë qeveria kanë qenë politika që i kanë dalë në mbështetje të qytetarëve. E sa i përket zhvillimit afatgjat të sektorit të energjisë, por edhe sektorëve të tjerë, sigurisht se këto janë vendimet edhe veprimet e tanishme, investimet, veprimet, gjithçka që ndodh tani, rezultatet do t'i shohim edhe në vitet në vijim. Nuk është një sektor që ne shohim rezultatin me njëherë, pas parasysh po e përmendi edhe sfidat e shumta, qoftë me vjetërsinë e pajisjeve të termocentraleve, gjithçka